urime procesi demokratik i zgjedhjeve në demokracinë më të avancuar të Ballkanit Perëndimor. Ky proces është i jashtëzakonshëm për mënyrën që ka shku, për mënyrën që është raportu gjatë ditës për to, edhe më e rëndësishmja për menaxhimin fantastik që kësaj radhe KQZ-ja ka bu procesit. Deri para 1 ore gjys, për shkak të exit polleve që po ja huqin më të madhe në Kosovë, të cilat kanë dështu totalisht, ka pas egzaltim në studiot e hibridave për televizionet Kosovës, tu fol për qysh vetëvendosja i ka humbur të zgjedhje se nuk i ka mri 50%. Tash që po flasim janë numëruar 84% e votave, edhe vetëvendosja ka mri 50%, me votat me kusht, me post të ambasadave e tjerë, me siguri se ka me kalu edhe 50, ma shumë se herën e 50% të parë. Tash çështja është qysh mujnë këta njerëz me vazhdu me dalë në studio televizive në javën e ardhshme. Çka thojnë këta mas vitit ri? Çka argumentojnë në për studio? Qysh kanë ftyrë me dalë në për studio televizive? Shumë jam kurreshtar me pa, po një sugjerim e kam është që duni masivisht me anis me i bojkotu dhe mos mi përcjell mo studiot televizive të hibridave. Shumë ma mirë për shtetin e juaj dhe shumë ma mirë për Kosovën, e cila është ka lulzën edhe e cila është ka shkëlqen si margaritari i Ballkanit Perëndimor. Natën e mirë prej Astrisë.